حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pse po largohemi nga Allahu i lartëmadhëruar? Fillimisht është një pyetje për të çuditur. Njeriu dhe robi nuk ka nevojë të largohet nga Allahu. E ase si të ikë, përkundrazi, ai duhet të afrohet. Ai duhet të jetë sa më afër Allahut, të kthehet tek Allahu i madhëruar. Fafirru ila Allah. Allahu i madhëruar thot, dhe ktheuni tek Allahu i lartëmadhëruar. Mirë po ja që njerëzit ndahen në dabore të ndryshëm. Disa shkojnë tek Zoti me zemër të përulur, me bindje dhe dashuri të plotë. Mirë po, ekziston dhe një palë tjetër që largohet, nuk ka ngroje dhe afërsi me Allahun e lartëmadhëruar. Andaj parashtrohet pyetja, përse ndodh kjo? Kjo ndodh nga se njeriu heq dorë nga bindjet e Allahut, nga mësimet dhe porositë. Andaj edhe kjo bëhet shkëputja nga lidhja me Allahun e lartëmadhëruar. E më pastaj gjunat dhe mëkatet edhe ata në faktor të rëndësishëm, fokusi dhe përqendrimi në dunja dhe kënaqësitë e dunjas, nga sa ai njeri që është i fokusuar në dunja, me këto të mirët, me këto begatijet, me këto qefët dhe dëshirat, nuk ka shansa të bashkohet edhe afrimi me Allahun e lartëmadhëruar, e më në fund edhe njeriu e menjanon e hek nga aresa botën tjetër, e që është kthimi. Janë disa shkaqe dhe arsye që e bën njeriu të largohet nga Allahu i lartëmadhëruar. Njëra prej tyre kanë potencuar dietarët duke thënë se është gafleti, shkujdesja. Ky njeri e ka nxjerrë nga aresa Allahun e madhëruar, për gjumja e tij. E më pastaj, kjo dynja me këtë këto kënaqësit, me këto të mira, me qefet, me dëfrimet, nëse robi zhytët, normal se jemi njerëz, kemi dëshira, kemi kërkesa, kemi ëndra, mirë po, me mas, me mesatari. Kur kalot kjo mesataria, ti kalot në ekstremitet, edhe kjo e bën të largohet nga Allahu, të afrohet tek dynjaja. Dëshirat e mëdha, mirë po, le ta dinë se ka pasoja, ka rreziqe të mëdha, dhe si rrjedhor, ky njeri nëse largohet nga Allahu i madhëruar, fillon t'ju bëhet dynjaja e ngushtë, jo e këndshme, mërzitje, molisje, plagështi, nuk ka bashie dynjaja. Andaj Allahu i madhëruar të gjithë këta që ka e përmenda deri tash e ka përmendur me një ajet kuranor ku thot: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka", ai i cili ja kthen shpinën Zotit, ai i cili largohet nga Allahu i lartëmadhëruar. Po, mund të vendos, e ka nda mendjen të largohet nga Allahu i madhëruar. Është fokusuar tek dunjaja, tek qefët, tek luksi. Mirë pa Allah i thot, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ai mendon se si të largohet tek Allahu, ka me pas një jetë më të lumtur dhe më komode. Asesi, thot Allahu, ka me pas një jetë të ngushtë, një jetë turbulence, një jetë për plot plasaritje, mërzije, kurfarshije. Unahshuru yawm al-qiyamati a'ma, dhe ditën e kiametit kemi për ta ringjallur të vepër. Pra, ne duhet të drejtohemi tek Allahu, të afrohemi dhe të kthehemi, e ase si të largohemi. Pastaj kjo ka një ndëshkim dhe dënim në këtë botë që nuk mund të jesh rahat dhe i qetë asesi, po mos flasim se çfarë ndëshkimi dhe dënimi na pret në botën tjetër. Zoti na udhëzoft në rrugën e mbar, Zoti na bëft për atyre që
të shkojmë sa jemi të gjallë tek Allah i madhëruar, e as se si t'ja kthejmë shpinën krijuesit tonë.